Kur sheh raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht nëpër komentet në rrjetet sociale, ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një mizerabilitet të pamatë. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fushë magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj si dhe veten e tij, Zoti është i padukshëm, i paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë dhe të